Vllaznia në basketbol për meshkuj nuk ditë ndalet, ajo ka marrë fitoren 11 radhazi, duke mposhtur në kampionatin Elbasanin me rezultatin 118-68. Në këtë si u veçua aktivizimi lojtarëve të rinj shkodran, ndërkohë trajneri Llazani u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës së tij. Do përpiqem më dha maksimumin në çdo meshë me rrit këtë ritëm pozitiv që kena dhe sot pavarësisht se ishte meshë në sy të publikut ndoshta e thjeshtë, për ne ishte shumë e rëndësishme pika varazhi sot. Pavarësisht se i dhash minutazhe dhe 2-3, por për ne ishte shumë e rëndësishme sepse tashmë jena në luftë për pika varazh ndaj ekipit Tiranës. Unë mendoj që ne duhet shohim me punu me këto ritme që po punojmë prapë, me vazhdu me këto ritme që po vazhdojmë dhe rezultatet do ja lajmë fushës, sepse nuk flitet për objektiva. Ne kena një buxhet shumë modest, ndoshta shumë më modest se sa disa ekipe që i kena lënë poshtë, por kjo nuk ka lidhje, ne vazhdojmë punën edhe përpjekjet tona me dhanë më të mira. Kena shumë punë, po akoma. Këtë djem duhet mi dhanë mbështetje, me vazhdu me punu me seriozitet maksimal. Dhe ta thash, shohim punën, ajo ka më na dhanë rezultate. Pas kësaj fitore, Vllaznia vijon të mbajë vendin e dytë në tabelën e klasifikimit pas Beslidjes kryesuese.